Përshëndetje, si që shifni dhe nga titulli i videos, sot unë do të pres baluket sepse janë rritur, besoj dhe ju e kuptoni, janë kaq të gjata. Unë jam këtu të dhoma, jam bashkë me zjarin, po zjari është duke luajtur me lodrat e veta, o doja të tregoj dhe juve tani. Zjari, qa po bën ti? Ja, edhe zjari po luan këtu, sepse e di që nuk mund të rrinte ndryshe dhe kam çuar tek lodra e vet, ndërkohë që kjo është me tundje. Ka edhe muzikë, por nuk ja kam ndezur akoma. Çfarë po bën ti, mami? Po luan. Edhe zjarit janë rritur shumë flokët, por që duhet të presim derisa të shkojë 1 vjeç që t'ja presim. Zhduket edhe në kamer, ky është floku im momentalisht. Nuk do e pres flokun dhe pse i kam majat të holla. E di që duhet prerë që të eci më shumë, por gjithmonë mua më ecën aty ku e pres, aty vazhdon edhe ecën kështu një fije holl, kështu që do e lë të rritet edhe pak ky bishti që ta pres pastaj ta kem të dendur. Zjari. Edhe tani unë do pres këtë pjesën këtu. Mora edhe këto 2 kapset për të kapur pjesën mbrapa të flokut. Ndërkohë doja që t'i bëja me Dyson këtu me ju dhe do ju tregoja. Ky është Dysoni im që kam bler kohën e fundit. Kam diku të 2 muaj, por nuk ju kam treguar. Kështu është edhe nga brenda. Ka këtë kokën për onde, ka këtë për tharje edhe shtrirje. Është kjo për onde prap, që është shumë e mirë. Kjo është që i krem flokët, i drejton dhe në fund fare ka këtë pjesën kështu që e kthen edhe t'i bën majat të kthyera që është shumë e bukur. Domethënë te floku. Është kjo që i bën ondet këtu poshtë më të holla, kur vijnë këtu në fund fare. Bën onde më të vogla. Kjo është për shtrirje. E vë flokët. Dhe ky është kryesori, këtu vendosen të gjitha kokat. Edhe me këtë unë e thaj flokun, sa herë që bëj dush e thaj kështu. Por që do i bëj me onde, por pasi të pres baluket, tani i kam pak të drejta, si që shifni dhe ju. Unë i kam lyer flokët pardje, dhe më ka lyer pak boje ende, ja këtu duket, edhe këtu. Sepse nuk i kam larë që pardje. Po i bëj dhe sot me onde për t'ju treguar edhe juve dhe pastaj do t'i laj sepse tani është edhe darkë. Ky Dysoni të mbaron punë shumë shpejt për të gjitha gocat që duan të mbarojnë shpejt punë edhe të dalin të bukura, jo me flokë të shkatëruara. Ky është super, vetëm se ka një problem ondja tek floku im, nuk më mban gjatë, përdor llak, shkun, çdo gjë, por nuk më mban, nuk e di pse. Ndoshta kam mësuar flokun shumë të shtrirë edhe ky është problemi, por ky Dyson ja vlen, unë e kam bler në Amazon. Edhe për të gjithë ju gocat që jeni të interesuara, mendoj se është një blerje shumë e mirë, sepse ka shumë funksione në një të vetme. Gjëja që më duhet janë gërshërët, është edhe ky kreri që unë do ndaj këtë pjesën këtu, për do të ndaj këtu para pasqyrës, jo me ju, por ju do shihni, më ngreci flokut e unaza, ju do shihni vetëm prerjen, do bëj pak shime këtu, po s'ka gjë. Do pastroj pastaj kur të flej zjari. Unë kam 2 ditë që janë fiksuar për t'i prerë dhe pse të gjithë po më thonë mos i pri sepse janë rritur goxha, por mua më rritën shumë shpejt edhe nuk e kam problem t'i pres, sepse po më fiksua do t'a bëj, kështu që po vazhdoj tani, do bëj ndarjen këtu edhe pastaj do i vë direkt gërshërën pa mu dridhur qërpiku fare. E kam darë drejt. Po, kështu duket. Po ndaj këtu para më mirë, sepse këtu te kamera nuk duket dhe aq mirë. Po do pres qik si shumë flok më duket. Unë s'do e pres deri këtu sepse nuk më pëlqen.
Unë do pres vetëm këtë pjesën këtu sipër, sepse nuk dua që të marrë flokë edhe këtu sipër të veshi, sepse dua që kur ta kap bisht të më dali mirë. Edhe po e ndaj kështu. Veç do ta bëj pak vjen drejt. Kështu duket. Sa të drejtoj pak. Na mban me muzikë ndërkohë. Që është shumë mirë. Kështu po bëj edhe anën tjetër. Do flasi zjari për mua. Ka ikur babi, po shikon futboll. Po e di që do babin më shumë. Dhe këtë video ti do ta shikosh kur të rritesh. E do thuash qa kam bërë që s'kam thënë mami. Po gjithsesi unë ti të dua shumë. Ka që mendoj se është mirë apo jo? Do të drejtoj edhe pak. Ju që nuk e dini, zjarri për 3 ditë bën 8 muaj. Edhe thot vetëm baba. Ka thënë edhe mami për 1-2 herë. Nuk e kam dëgjuar ma. Edhe thot vetëm ba tërë kohën. Edhe me sa duket të do shumë babin e vetë. Mami s'ka problem. Kre pak me këtë. Dhe pse mirë ishte që t'i bëja me ujë, sepse do prieshin më mirë. Shiko qa prerje i kam bërë. Ca të gjata, ca të shkurtra. Ose kështu arritur. Se ti, do vishte mami. Do vishti presim bashk flokët. Zjari. Shiko qa ka mami të dora. Mirë është të filloj nga kjo ana, sepse është ana e djathtë edhe është pak më problem për të prerë. Unë i dua që të vinë kështu nga këtu dhe të vinë më të gjata mbrapa. Ta nis njëherë që këtu, që t'i bëj shumë të shkurtra. Hajde inshallah më rriten sa më shpejt. Gjithmonë vi kështu si shkallë. Okej, nuk u pren shumë mirë, po të t'i rregulloj. Sa po bëra një kështall dhe ja ku janë flokët e mi. Sa e pamëshirshme. Këtu lartë me të prerë, që i bie drejt me hundën. Këtu. Pa i matur fare, direkt vërgër shëren aty, ca sytë e telefonit, ca te kamera, bukur shumë. Wow, që kam bërë. Imagjino t'ja fus shkurt fare tani flok. Tani në përfundim duhet që t'i bashkoj bashk, që të shoh që kam katranosur. Që një anë mos t'jetë më e gjatë se tjetra. Dhe bëj këtë punë kështu. Besoj se dolën mirë, por kur të rriten edhe pak, do duken më mirë. Do t'a pres edhe këta, edhe pak këta. Ju që po e shihni këtë video, mos i prisni si mua, sepse nuk kam ndonjë metodë të bukur që të jenë valuke wow, por janë në mënyrën time. Edhe për qefin tim. Apo jo, zjari?
Zjarin e kam futur brenda te piscina e vet, sepse nuk donte më tek ajo lodra. Dhe I kam disa lodra dhe është duke luajtur me to. Tani po mendoj t'i bëj me Dyson, sepse më duken mirë kështu. Kur I lëshoj flokët nuk është se duken vetëm pak prerja. Nuk është se kam ndonjë ndryshim, por tani që do t'i bëj me onde, e di që do duken më bukur. Ja kur I ktheva pas gati 1 ore, sepse kam vënë zjarin në gjumë, erdha për t'i bërë flokët në tualet, sepse nuk doja që zjari të gjej zhurma nga Dysoni, dhe pse ky nuk është se bën shumë zhurmë. Ups. E shëmba derën. Edhe shiko, po të dua dhe mund t'i kap. Nuk I kam prerë aq të shkurtra. Imagjino t'i prisja kështu, si kam qefare. Tani do bëjmë flokët me Dyson. Unë do përdor këtë kokën e trash sepse dalin më bukur ondet. Dhe do ta bëj me nxitim videon që edhe ju ta shikoni se si përdoret pak a shumë. Nuk po hedh as shkum as llak, duke qenë se unë do lahem pasi të bëj flokët me onde, do t'i laj. Edhe prandaj nuk po I përdor fare. Dhe po ju tregoj vetëm se si do dalin. Kështu duken edhe baluket. Shikoni se sa me volum janë bërë. Flokët tashmë ranë. Nuk janë vetëm majat pak të kthyer. Kjo është edhe arsyeja pse doja t'i bëja baluket, sepse vdisja për këtë volumin këtu që nuk I bëja dot ashtu të gjata, dhe kjo është koka kryesore që t'i bën kështu. Dhe pse po bien pak tani, nga që nuk kam përdorur as shkum as llak, prandaj dhe flokët e mi kanë rënë. Duket vetëm pak kjo ondja këtu. Por që do bëj një video tjetër, diçka shumë të bukur për sepse po më lëviz kamera. Diçka shumë të bukur për flokët, do marr produkte që do marr një shkum edhe një llak që mbajnë shumë, që janë shumë të fortë në mënyrë që të më rrinë edhe të bëhen vërtet onde ashtu siç I dua unë. Por që baluket janë super, do provoj t'i bëj edhe një herë vetëm këtë këtu ta kthej, edhe të shoh se si do duket, por sa bukur duken kështu të kthyera. Ja adhuroj. Si tani më shkojnë apo jo?
Kjo është edhe prerja që bëra unë. Por nëse i doni për më shumë volum, mund të vini një bikutin këtu sipër, ta mbani diku tek 5 minuta. Edhe ato do të duken shumë bukur. Por që mund të duken pak prerja keq tani. Por jam e sigurt që për 3-4 ditë kanë dalë majat, janë rritur pak edhe prerja nuk do duket keq fare. Prandaj i pres pa u bërë pishman fare. Tani i prisha, iku dhe volumi sepse i kam kapur shumë e dorë, por kjo ishte prerja. Do shifemi në videot e radhës edhe ju puth fort të gjithëve dhe natën e mirë.